Bashkia Shkodër ka reaguar ndaj disa përmbajtjeve të shpërndara në rrjetet sociale, duke cilësuar si dezinformime politike dhe dashakeqëse që nuk I shërbejnë imazhit të sezonit turistik në Velipoj. Nënkryetari I Bashkisë Shkodër Alban Preka u shpreh se ky sezon turistik pritet të jetë më I suksesshëm sa I një viti më parë. Ai u bëri thirrje figurave publike që të shmangin dezinformimet politike dashakeqëse dhe të mos përdorin Velipojën për qëllimet politike. Pritshmëritë për sezonin e ri veror janë shumë të mëdha faktikisht. Ka një kërkesë shtuar për akomodim në plazhin e Velipojës. Kjo nisur edhe nga puna e mirë që është bërë sezonin e kaluar. Faktikisht edhe për këtë sezon, bashkia ka 2 javë që ka ndërmarrë një aksion për pastrimin dhe mirëmbajtjen e gjithë infrastrukturës që shërbejnë për turizmin. Kjo në vijim të aksioneve të mëdha që janë bërë për pastrimin e sipërfaqes ranore, në bashkëpunim edhe me bizneset. Kena verifikuar dhe gjithë infrastruktura e domosdoshme për fillimin e sezonit është funksionale. I bëj thirrje bizneseve, por edhe atyre njerëzve që dojnë të hedhin balt mbi plazhin e Velipojës, që të jenë të fokusuar për promovimin e Velipojës, se kjo I bën mirë qytetit dhe jo të merren me pika hotspote që krijohen çdo ditë dhe pastrohen çdo ditë, si të fitojnë kredo ndoshta politike dhe I bëjnë dëm turizmit dhe pasqyrojnë jo realitetin, por pasqyrojnë një deformim që nuk I shkon as atyre dhe as sezonit. Me fillimin e javës do ndërmarrim edhe nisma për nënshkimin e çdo subjektit që do hedhin meteorinat në pikat që nuk janë të destinuar për këtë lloj mediash. Drejtori I përgjithshëm I ndërmarrjes së menaxhimit të objekteve shtetërore Joseph Kulla deklaroi se të gjitha tualetet publike janë funksionale dhe se puna për përgatitjen e zonës ka nisur prej kohësh. Siç e shikoni, prej 2 javësh ka nisur punimet për mirëmbajtje dhe funksionime e tualetet të plazhit Velipojës. Ndërhyrja është bërë te pjesa e lyrjes, te pjesa e ndriçimit, te pjesa e zëvendësimit të dyrëve dhe te pjesa e mirëmbajtjeve të tjera tek janë hidraulike, elektrike, zëvendësimi I pompave e të gjitha aksesorët e nevojshme për funksionimin dhe mirëmbajtjen e tualetet të plazhit Velipojës. Kam edhe një thirrje që kena konstatuar gjatë punimeve në lidhje me vjedhjen e dyrëve dhe të pompave dhe pjesës hidraulikeve. Kjo nuk është një diçka e mirë për funksionimin e tualeteve të plazhit Velipojës dhe për imazhin e plazhit Velipojës. Ndërkohë, të 4 tualetet publike të plazhit Velipojës janë në funksion të plotë dhe njëkohësisht do mirëmarren gjatë gjithë periudhës së plazhit për funksionimin sa më të mirë për pushuesit e plazhit Velipojës. Që në fillim të muajit prill, Bashkia Shkodër ka nisur përgatitjet për sezonin turistik, duke pastruar mbetjet në zonën ranore dhe në të gjitha rrugët e plazhit. Paralelisht është hartuar një plan I detajuar ndërhyrjesh me fokus të veçantë tek mbetjet inerte, të cilat sipas bashkisë janë hellur pa kriter nga disa biznese, ndaj të cilëve pritet të aplikohen penalitete.